Përshëndetje miq të Radio Eani dhe ju të Biofolk. Takojmë në programin e radhës dhe sot kam kënaqësinë të kemi një këngëtare të njohur mjaft të dashur për publikun shqiptar. E them me plot bindjen për publikun shqiptar, jo vetëm Shqipërisë mesme, sepse kryesisht këndon këngët e Shqipërisë mesme, por për publikun bashkëshqiptar dhe për te kufive. Kënaqësi të kem Artiola Toskën në Biofolk. Artiola, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Kam kaq kohë që të them për intervistë se kemi shtyrë me vite. Më në fund u bëm bar. Po ç'të bëjon ty se të kam mik ngush. Është vlerësim gjithsesi edhe unë falenderoj shumë mirë edhe që për realizojmë këtë intervistë në fakt në zemër në qendër të Tiranës. Po me që ishte orari, me që ishte dhe orari përshtatshëm. Tarsa ta pim kafen gjithmonë pa kamera. Ta pim me kamera. Po e pim edhe me kamera. E nisim me kamera. Hajde nzuar. Edhe ndasur. Faleminderit. Po ti të jesh shkëltare. Po mirë, vetëm ta thuash përpara. E nisi me kafen. Në fakt se më kujtohen një apo dy këngë ke bërë që ka lidhje me kafen. Kafja e mëngjesit të shnim duket, dhe në filxhan. Një filxhan u bose vet. Po, dy këngë. Si lindi për të bërë këngë për që kanë lidhje me kafen. Domethënë, ti e konsumon kafen patjetër, si lindi për të bërë këngë që i kushtohen pak a shumë kafes apo filxhani që mban kafen. Po kafja e mëngjesit ka qenë një kompozim i një kompozitori nga Kosova, nuk është se ishte krijimi imi, kurse një filxhan ose bep ishte ideja imja, po teksti ka qenë i të pavdekshmit, parrushmit Djergo Papinqi. E kujtoj me shumë nostalgji, me shumë mall. Janë ndjej mungesën sa herë të ulem për me nis një këngë ose në ide këngë, direkt më shko me një vetëm ke... Dhe ka qenë bashkëpunëtori më japër të tuaj, që në Palatin e Pionerëve. Më japër me pa. Dikur profesori... Shumë tekste këngësh. Më pas bashkëpunëtori. Shumë tekste këngësh që ka bërë. 3 albume. 3 albume muzikore. 3 albume kemi. Artiola, je dashur për publikun shqiptar, në thashë në hapjet e emisionit në gjithë Shqipërinë. Pra, të vërtet këndon kryesisht këngët e Shqipërisë mesme, por që nëse shkojmë në Konispol, Vermosh, në qytetet tjera, apo dhe në Maqedoni, Shqipëri apo në Kosovë, emri i parë një artisti që e duan për dasma dhe një familjarë është Artiola Toska. Si ke mundur që të depërtosh në zemrat e publikut mbash shqiptar? Po duke qenë se në për ambiente live detyrohesh, po të bie puna që të këndosh për lloj publiku, nga çdo lloj qyteti, nga çdo lloj treve, dhe duhet më përshtat nga herë. Domethënë jo gjithmonë vetëm me këngët e tuaja, po më ka dash shumicën e herëve që të përshtatem edhe me këngë jugu, edhe me këngë veriu, me këngë të Shkodrës, dhe të Kosovës, Maqedonisë, Ulqinit, gjitha ne ku ka shqiptar. Kështu që më ka dash më përshtat në për ambiente live dhe live ta jep të lloj mundësie. Plus kam pas dhe një fati im që kam një karakter zëri që përshtatet me disa treva dhe disa zhanre. Dhe vjet re që ti në karrierën tënde muzikore ke sjellë krijimtari të re muzikore nga radhat artiste. Pra ka pasuruar arkivin muzikor dhe këngë të bukura, padyshim se janë të pëlqyeshme edhe sot. Ke zgjedhë tematika. Pra fabulat bukura që çdo person gjen veten, pra duke filluar me Vjerrën apo këngë të tjera. Këto kanë ardhur gradualisht apo thjesht domethënë ke pasur ndonjë spunto nga dikush tjetër për të sjellë këngë të tilla që të kenë tematika specifike? Shikoj, gjithmonë baza ke muzika popullore unë kam dash ta marr nga këngët e vjetra. Kështu që duke qenë që shumica e këngëve të vjetra, sidomos Shqipërisë mesme, kanë qenë me fabulat e veta, me fabula po me sinonime, jo të thonë me direkt. Ka shumë këngë ashtu. Dhe kam menduar që më mirë t'jetë një gjë që e prek popullin, që t'jetë një gjë që t'jetë temë sociale që e prek gjatë ditës, gjatë përditshmërisë. Me atë kam edhe gjithmonë e kam nis vetë fabulat i kam pas vetë të idet të këngëve dhe më pas i kam përshtat nga një herë me tekst shkruesit dhe shumicën e herëve i kam bërë vetë. Dhe gradualisht i ka arritur të shkruash vetë tekste këngësh, gradualisht po. Edhe të bësh muzikë. Është vështirë të kompozosh një këngë popullore? Që nga kënga Fol Shqip ishte spunto, duke qenë që edhe udhtoj shpesh, duke qenë që jam në kontakt me publikun shumë të afërt, edhe çdo javë, edhe i shef këto fenomenet shumë shpesh.
Dhe aty fillojnë ngacmimet e para, kështu që ngacmimi i parë ka qenë me këngë folk shqip, ka qenë kompozimi dhe krijimi i parë, tekst dhe muzikë, dhe më pastaj erdhën edhe këngët e tjera. Dhe 2 këngë i ketë dedikuara familjare. Një këngë Gos Tirana është për ty, këndon vetes tënde. Ke edhe një këngë për ty për bashkëshortin, për Adin. Gos Tirana ka ardhur duke qenë në Amerikë, domethënë ashtu siç është kënga ashtu e kam është e gjithë historia. Në avion është shkruajt ajo, këngë. Në avion është kompozu, në avion është kriju, dhe pastaj bashkë me Edin, edhe pak me Armand Repickën, kemi arritur të realizojmë si këngë. Po kënga për ty është kënga që i kushtohet bashkëshortit Adit? Për ty është për Adin, po. Si erdhi ideja për të krijuar një? Për ty është për Adin, domethënë kënga është për Adin. Për Adin, po titullohet për ty. Titullohet për ty, domethënë që ja kushton bashkë për Adin. Si e lindi për të krijuar një këngë? Është fakt formë balade më duket. Balad është një balad. Balad është dhe ka qenë kur ka pas pak para ditëlindjes e ka pas. Kështu që ne këngëtarët shujbëm dhuratat me këngë. Është Adi kritik tek këngët apo të shëllon? Ashtu? Po. Sepse nuk e mendoj atë gjë. Adi nuk ka lidhje shumë me muzikën, nuk e di. Adi më thonë që nuk ka lidhje me kuptimin që nuk këndon, nuk i bie drejt për drejt. Vet personalisht nuk ka. Nga familja vet, babain e ka pas regjisor montazhi në televizionin shqiptar. Po. Ismail Balla. Shumë i njohur. Dhe ndërkohë ka një vesh absolut për muzikë, që mund bie keq që nuk është marrë me art, sepse e ka veshin shumë brisk kur i thon, dhe nuk të le të bësh asnjë lloj gabimi, dhe ka një nuhatje të tmerrshme për hite. Domethënë kur më vin demo, duhet me ja treguj Radit, edhe atëherë kam të sigurt që është hit. Ne përmendëm pak më parë, të përmendëm udhëtimet. Në fakt je nga artistët që udhton më shumë. Në kuptimin që ke shumë koncerte, ke aktivitete gëzime familjare. Janë bërë rutinë tashmë udhëtimet, sepse ndoshta edhe është lodhje, sepse valizhe me vetë, dhoma hotelit, udhëtime në avion. Mu më lodh kthimi. Domethënë kur jam duke u kthy them o zot se na u shpif, u mërzita, u lodha. Kur do rrallohet, kur do marroj, kur do... Pastaj kalojnë 2 ditë. Domethënë thjesht unë kam dëshirë, i bëj dhe me qef. Faktikisht udhëtimet. Dhe nuk më pengon edhe ajo nëse u thoj vetëm, bile kam shumë më mirë, atëherë krijoj më shumë, atëherë më vjen ide më shumë, udhtoj jo vetëm avion, udhtoj shumë me tren. Brenda shtetit, një shtet. Brenda shtetit, sepse duke qenë që prej kohësh kam një rezidencë në Itali, jetoj edhe në Itali, dhe shumicat e koncerteve i kam bërë me tren udhëtimet. Vdes me udhëtu me tren. I kam shumë si orë krijimi. Në të gjitha vendet që ke shkuar, pra ti ke shkuar deri në Australinë e Largët, në Shtetet Bashkuara Kanada. Cili do ishte vendi që do të riktheje sërish, qoftë për ta parë apo edhe për koncerte? Të them drejtën, Australia më ka lënë përshtypje shumë vend i bukur, shumë vend i mirë për të jetuar. Nëse, si më thon, nëse do isha shumë e re dhe ti kishe gjithë familjen, se është vend shumë i largët për të emigruar, shumë vend i bukur. Ai ishte si vend që më ka lënë përshtypje. Ndërsa këto tjerat pastaj nuk mund të them që do doja të kthesha se mund mbi më u kthyer mas here. Kështu që nuk është që kam në kështu vend fiks. Artura Toska bëhet nostalgjike për vitet e kaluara, pra para 20 vitesh, në lidhje me muzikën, se përmend albumet që ke krijuar, ka qenë koha albume, unë kujtohet këngët Hajde Marshallah, Një lule në maj, ka qenë hite dhe prapë dëgjohen. Bëhesh nostalgjike për t'i dëgjuar dhe për atë kohë që kanë qenë nga hitet e bukura. E di kur filloi bëhem nostalgjike kur tash e kam parë nëpër klabe, si fenomen, që ka një brez të ri që janë 19 vjeç, që as nuk ishte lind kur u bëhe kënga, edhe ai albumi, edhe të vjen dhe të kërkon Hajde Marshallah. Në një kohë që ka i herë edhe ty s'kujtohet, se nuk vetë mua nuk kujtohet, se nga që nuk kanë qenë albume shumë vjetë, shumë përpara, edhe duke bërë krijime gjithmonë të reja, i dedikohesh dhe fillon kënaqur shumë këto. Po është publiku që ti kujton dhe fillon e bëhesh nostalgjik kur u bë. Domethënë, ai album, sidomos kjo Një lule në mal, është bërë në një kohë
nga 98-at. Po, kur për ka viteve qenë 2000, po, kulmi i Rrëmujës. Po, vërtet. Edhe vetëm atë gjë. Po dhe hajde Marshallah, ka qenë E gjithë albumi. Ka qenë albumi atë. Ajo edhe klipet ashtu janë bërë, si më thënë. Në përkatësa, kënga hajde Marshallah ishte Me Mjeshtin Balterqari, po. Ma pra fare. Përveç marrëdhënies së publiku në për koncerte gëzime familjare, një marrëdhënie mirë e ke kur realizon koncerte recitale. Pra shikohet që ti në fakt këndon por edhe gëzon bashkë me publikun. Unë kam vënë re gjithmonë sepse kam pas stesa speciale nga ti dhe falenderoj për këtë gjë që më ke pasur në konsiderat, qoftë dhe recitali i fundit. Unë do të mbetesha tek i fundit që ka qenë para 2 vitesh. Po. Një koncert që Pallati i Kongreseve u te mbush. Pas që u shtuan karriket, ndenjëset për publikun. Ishte nga koncertet që ti solle bashkë me grupin tënd pra live, këngët tuaja, hitet tuaja dhe publiku u knajt. Çfarë janë recitalet për arkeolën? Pra duke lënë anash koncertet edhe gëzime familjare, recitali që ka një publik në një sallë përballë. Vitet e para shumë vitesh, deri nga 2005 ka qenë e para fundit, kanë qenë kjo moda e koncerteve, recitale që se s'ishin këto teknika që janë sot. Bëheshin me baza orkestrale. Mirë po nuk është se ka një emocion dhe t'jep një emocion edhe atë kontaktin me publikun e ke çiksit ftofët, se ke shumë kollaj kur komuniko kur je me live muzik, band komplet. Dhe kisha shumë vite që matesha. Edhe më në fund erdhi mundësia dhe erdhen kushtet që të bëjte një koncert ashtu siç duhet, sidomos për muzikën popullore. Se për muzikë plet janë bë, por me këtë lloj teknike, me këtë lloj profesionalizmi nuk kishte shumë, me thënë drejtën. Edhe ai koncert ishte saqë unë me mas shumë kohësh e kam nisë se çfarë kam bë. Se vetëm deri para shumë kohësh isha si e mbime. Akoma nuk e besojsha se çfarë kisha bë, sepse jo se kisha bërë një kryevepër, po thjesht që depërtoj kaq shumë në publik, sa që mu sot e kësaj dite, domethënë vazhdon, ka 2 vjet që është bë koncerti dhe duket sikur është bë javës së shkoi. Atë lloj shije i kalon dhe njerëzve, edhe mu atë lloj shije. Dhe ka qenë një emocion që shumë më mrapa e kam marrë veten, sepse ishte domethënë unë e kam prit se kam atë kontaktin me njerëzit shumë, po ta kesh me 2000 ca veta, 3000 veta në sallë, ajo ishte shumë. Edhe shim çohet mishi se ishte një lloj emocioni që kur kam dalë. Në momentin që dola, unë piva totalisht edhe nga funi e kam marrë veten, isha gati me fillu ka fillimi. Unë i përqej dhe populli pëlqejnë gjithë këngët tuaja. Ndoshta ty këngë do kërkoja edhe për publikun e Biofolkut, ndoshta refrenin për të na sjell qoftë atë. Është një këngë harxhoje parë, do ta bëj pyetje njerëz sepse mua më thon kafe, miqtë mi thonë harxhoj lekë tot pare se e thot Artiola ke kënga. Duhet i harxhosh, po si mbaj, unë si mbaj kurrës, unë i harxhoj. Që unë i kam marrë në qafë. Unë i harxhoj. Jo, po unë i harxhoj vetë se nëpër kafe nuk është kurse, domethënë para do thotë duhet më harxhuar. Po e di më gati se të njoh. Po pra tani ti vetë e fiton parë patjetër me dirs, me punë, me muzikë. Për çfarë harxhon? Nuk po them harxhon më shumë parë. Nganjëherë është nami më shumë se por që unë si e fitoj, ke kjo dora hyn, ke kjo dora dale. Shumë shpejt. Domethënë, në momentin që mbyllet një kontratë, një gjë, direkt i gjehet veni parë akoma. Pra ti thua që duhet të harxhosh parën. Sigurisht duhet të harxhu, po patjetër. Vjen prap, i bizodi prap. Prandaj duhet kjo, se është thënë e vjetër. A mund ta sjellim një moment ndoshta? Asnjë që ndark mos maj në qep ajo s'ka vlerë, se Zoti pare sot ta jep, nesër prap ta merr. Shumë e bukur. Artiola, vera ka nisur. Natyrisht që ne themi sezoni veror më shumë për pushime. Për ti janë pushime. Për sezoni veror i koncerteve, i gëzimeve familjareve, i angazhimeve. Për gjithë këngëtarët e muzikës popullore. Po them, kështu është. Konkretisht për ty që kemi një intervistë. Pra do kesh një agjendë beset ngjeshur verore. Si për herë. Domethënë, unë kam një të mesmetar. Nuk kam atë full kështu çdo ditë. Më mirë pak e sakt, edhe pak e të rahatshme më sakt, edhe pak të suksesshme. Po. Sepse kam pas gjithmonë kam pas si princip pune. Ai tjetri një herë e bën dasmën, një herë martohet,
dhe nuk e përsërit më mrapa. Dhe unë duhet ta respektoj ashtu siç ka respektuar dhe mua ai që më ka futur në familje. Dhe që ti shkoj e ngjirrur, e smur, nuk e pranoj dot sikur çfarë bëhet. Kështu që më mirë bëj pak e sakt, se sa të bëj shumë. Dhe duhet thënë që ti përveç se këndon live 100%, ke dhe grupe muzikor, shumë të mirë. Pra që i ke dhe kur puna në grup është gjithmonë ka sukses. Ju jeni gjithë domethënë që arrini të thoni atë njëri tjetrin. Po pushime? Po tash pushime marrim shumë ai 4-5 ditë. Të shkurtëra. Kur del një gjë që është, si më thënë që është fundjava, e shfrytëzoj 4 ditë, 5 ditë. Po kryesisht nga qershori, nga shtatori. Jo se si kam ditët e lira për t'i bë, po e lej sepse nga një herë të bën edhe keq për vokalin, ai u i ftofët ose djersa si do që tjetë. Ndonjë projekt të ri muzikor? Është në plan është për ta, jo për ta. Shkoj në për studio, hedhim një mendim, vim prap, themi jo po si kur ta ndrojmë, jo po do më thëmë në këto lloj procesesh jemi. Akoma në gjë konkrete jo. Unë kur ndalin sot me nesër dhe duhet ta kryj patjetër mbrëmja javës. Dhe do jetë më bukur ta mbyllim këtë program me një interpretim nga ju tani një moment, Ghost Tirone. Wow. Ghost Tirone jam, ronjët këtu i kam, në fund botës me shku, shpirtin e kom këtu. Ishte kënaqësi Artiola që t'kisha në Biofon në Radio Ejani, të rojtini shëndet në radhë parë dhe gjithmonë e suksesshme me këngën. Faleminderit shumë edhe juve suksese.